Politikani shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Ali Ahmeti, ka deklaruar se ka qenë subjekt përgjimësh nga shërbimet e sigurisë maqedonase. Ai u shpreh se këto përgjime dëshmojnë përkushtimin e tij për të votuar gjykatën speciale me qëllimin e vetëm për të nxjerrë në dritë të vërtetën mbi luftën në Kosovë. Ahmeti për Euronews theksoi se nuk pranon që ushtria qlirimtare e Kosovës të gjykohet për ngjarje që sipas tij janë të inskenuara nga vetë shërbimet serbe. I njëjti ngriti shqetësimin se shumë prej akuzave që rëndojnë mbi shqiptarët janë pjesë e dezinformimit nga shërbimet e fsheta serbe. Ai shtoi se qëllimi i tyre nuk ka qenë kurrë të bëjnë krime, por të ndërtojnë një strukturë të organizuar ushtarake për mbrojtje dhe çlirim, gjë që nuk u arrit plotësisht për shkak të dinamikave të kohës. Asambleja Komunale e Bjelopoljes në